Moti i keq ka përfshirë Shqipërinë prej gati 24 orësh dhe ka shkaktuar përmbytje, por gjithashtu edhe pezullim të lundrimeve në det. Rreshtet e shiut, por edhe era e fortë kanë sjellë përmbytje të tokave bujqësore, por gjithashtu edhe mungesë të energjisë elektrike në disa zona të vendit. Sipërfaqe të mëdha me të mbjellje janë mbuluar nga uji në Bashkinë Krujë, niveli i ujit ka arritur në pikën alarmante dhe nëse rreshtet do të vijojnë me intensitet, në rrezik për përmbytje janë banesa, biznese, pasi kanalet kulluese nuk funksionojnë. Situatë problematike e paraqitet në fshatin Murqin, ku uji ka mbuluar sipërfaqe të mëdha tokash. Probleme janë raportuar dhe në qarkun e Shkodrës, ku segmenti rrugor Breglumi-Theth është dëmtuar rënd, ndërkohë një shtëpi në Preknicaj të Malësisë së Madhe është djegur plotësisht. Zjarri në banesën Dykaçe ka rënë rreth orës 2 të mëngjesit, ndërkohë që shkak dyshohet të jetë shkarkesa atmosferike. Në bashkinë e Vautut, Dejës dhe në Fusharës janë raportuar ndërprerje të energjisë për shkak të erës së fortë. Gjithashtu, rreshtet e dëndura të shiut ka shkaktuar probleme dhe në akset kombëtare. Në qarkun e Elbasanit Breshri, por edhe era e fortë ka shkaktuar probleme në akset rrugore kombëtare, në aksin Elbasan-Rogozhin, në vendin e quajtur Derven, në aksin Elbasan-Qafthan, në kthesën e Murrashit dhe pranë Dragostunjës ka pasur rrëzim të inerteve. Moti i keq ka goditur edhe Vlorën. Erat e fuqishme kanë rrëzuar disa pemë në zona të ndryshme të qytetit, duke krijuar rrezik për kalimtarët dhe automjetet. Ndërkohë në pyllin e Sodës, disa pisha janë shkulur nga era duke bllokuar segmentin kryesor të rrugës. Gjithashtu në këtë qytet janë ndërprer edhe lundrimet në det.